disa bimë të cilat lehtësojnë dhimbjet menstruale. Për shumë gra, për shumë vajza, cikli menstrual vjen me shumë dhimbje. Është një shenjë e keqe kjo? Jo, nuk kemi të bëjë me ndonjë sëmundje në këtë rast. Këtu, ai produkti, si thuash, i organizmit të saj, është më i lartë se ç'duhet. Pra, prostaglandinat, një substancë e cila jep ngërçe në organizëm, sidomos ngërçe të muskulaturës së butë. Pse dikur gjyshet ose të vjetrit thonin që duhet të lindësh, prandaj ke këto dhimbje para ciklit? Jo, nuk ka të bëj fare me këtë. Nuk ka të bëj fare me këtë. Atëherë le t'u japim thjesht për t'i nxitur ndoshta. Po patjetër. Ne kemi pasur raste të shumta, të cilat janë qetësuar plotësisht thjesht vetëm fal përdorimit të lulës së bishtamithit, përdorimit të kamomilit, ndoshta edhe ky bar i bletës ose nenexhiku, mendra e butë, ose mendra e ujit. Pra, kjo përdoret 5, 6, 7 ditë maksimumi në muaj. Mundet të përdoret... Mirë është të përdoren përpara se të vijë cikli, kur vajzat e dinë që cikli ju vjen me shumë dhimbje, ngërçe? Shiko, për ta mos kur arritur janë fazën e vajza, dhimbjeve. po le të themi 15, 17, 19, edhe 20 vjeçe, ajo akoma nuk ka arritur themun në atë shtratin e saj që ajo ka një datë fikse. Por kjo mund ta përdori ndoshta 2-3 ditë para ciklit, edhe gjatë ciklit. Ose le ta përdori, do i themi, në momentet që kjo shfaq shenjat e para të kontraktimit të muskujve shumë delikat në pjesën e barkut. Atëre, ky çaj brenda jo më pak se 5-6 orëve e qetëson situatën plotësisht, për të mos thënë e zeron atë. Thjesht kjo pi 2 deri në 3 gota në ditë, 5 deri në 6 ditë. Nëse ka mundësi që ta gjej një ekstrakt balsamiktonin, dhe mund t'i shtojmë ndoshta edhe pak esencë nga bishtamithi, ajo përsëri mund të përdori nga ky ekstrakti 2 lugë kafe në ditë. Një në mëngjes, një në mbrëmje. Duke i shtuar pak bishtamith nga zierja e tij, po? Po, kaq është e mjaftueshme. Dhe kjo do ta bëj këtë në mënyrë periodike, pra gjithmonë para ciklit do përdori këtë. Filloi cikli, e shikon që kjo ka dhimbje, e vazhdon edhe 2 ditë. Pastaj e ndërpret, e rifilloi muajin tjetër. Kjo mund ta përdor 5, 6, 7, 8 muaj, 9 muaj, s'ka asnjë pengesë, asnjë dëm në organizëm. Pas kësaj mund ta ndërpresim çajin për të parë që harriti që organizmi jon ta harroj atë vesë që kishte. Po që e ka përceu, ja e zgjidhi problemin plotësisht. Ka ato memorien e vetë edhe organizmi edhe qelizja edhe truri dhe sa afrohet data afër menstruacioneve, dhimbjet fillojnë. Është si thuash, një njeri i qetë me një njeri nervoz. Dikush nga femrat e ka të qetë këtë si cikël, me pak dhimbje, pak e intje gjoksesh, disa të tjera e kanë si ata njerëzit nervoz që shpërthejnë me luhatje emocionale. Patjetër, edhe kjo ndikon aty. Por të mos harrojmë këto prostaglandinat, neutralizohen, si thuash, minimizohen në sasi, duke përdorur bishtamithin, mund të përdorim nenexhikun, kamomilin, dhe ky problem është më së miri i zgjidhur. Faleminderit, ka mbaruar dhe minutazhet.